familjarësh. Sepse këtu mund të përzgjidhni verërat më të mira italiane të Piemontes, si Barbera d'Asti, Monferrato Bianco, Bonarda, Monferrato Chiaretto e të tjerë. Don Camillo e gjeni në qendrën tregtare Dardanët pranë stadiumit Elbasan Arena. Shija ka një emër, Bar Pizzeri Don Camillo. Ashtu si që lajmëruan pak më parë do të ishim sërish në studio. Tani jam me zotin Taulan Cekja. Përshëndetje, Taulan. Përshëndetje. Studiues dhe gazetar. Si po të duket dita e verës? Si gjithmonë, dita e verës është një ditë e gëzuar. Ka një dyndje të përhershme drejt qytetit Elbasanit, dyndje nga personalitetet edhe pse na munguan në fakt personalitetet e politikës. Të kulturës dhe politikës vinë gjithmonë në Elbasan, edhe nuk ka munguar dhe sot, dhe shumë provincial që dynden drejt Elbasan. Gjithë në Elbasan. Të gjithë në Elbasan. Për të festuar ditën e verës. Ka të mirën, ka dhe të keqen. Çfarë të mirash ka patur në këtë ditë verë? Për ne Elbasanësit që kemi festuar në 3 ditë, si një festë të natyrës. Kjo sikur edhe s'na pëlqen. Por në janë ka një të mirë. Ai popull që ka kulturë, ai qytet që ka kulturë, ai vend që ka kulturë, ai rrezaton kulturë. Pra, kjo përhapje e ditës verës, jo vetëm në Elbasan, po edhe në kryeqytet dhe në qytete tjera, ky festim masiv në Shqipëri i ditës pagane, i festës pagane të ditës verës, për mua është një gjë e mirë, sepse është... Për ju pëlqen që dita e verës festohet dhe në Tiranë? Po, më pëlqen shumë. Tani ato e festojnë ashtu si festohen sot të festat. Me zhurmë shumë, me klube, me lokale, pa ato veçantit e festës e traditës së Elbasanit. Ballakumet që nuk mund të bëj kur Tirana. Edhe ballakumet, megjithëse edhe ballakumet janë diçka e re në këtë festë të lashtë. Sepse ballakumet bëhen me miell misri, mielli misrit ose misri në Evropë ka ardhur vonë, ka ardhur nga Amerika e Jugut, kështu që duhet kërkuar në një ëmbëlsirë tjetër më lashtë se kjo, duhet kërkuar disa zajere më të lashta se sa këto që ka Elbasani, po të paktën prej 200 vjetësh Elbasani ka të veçanta në krejt botën të dy, ashtu si dhe festën e ditës verës. Po shifni traditat si kur janë zbehur disi, vitet kalojnë dhe traditat zbehen. Ju njihni mirë. Pikërisht. Unë këtë tu duhet të ndalë. Të paktën në Elbasan. Elbasani duhet të ruaj traditën, pavarësisht se si e festojnë qytetet tjera. Mund të festohet në Kosovë, e mirë është festohet në hapësirën bashkë shqiptare, ku jeton kombin shqiptar. Në të gjithë hapësirën shqiptare duhet festohet kjo festë, sepse dikur ka qenë festuar. Ashtu si përmbytja e një lumi, pas tërheqjes ngelin disa ishuj, edhe në Shqipëri ka nel disa ishuj të festimit vitit të ditës verës. Është festuar në Elbasan, ku është kryeqyteti ditës verës, por ka qenë festuar edhe në Malsi, sidomos Malsia e Veriut, Malsia e mbi Shkodrës, Malsia e Tuzit e Malit Zi. Ato sot janë malazes. 100 vjet malazes kanë edhe. Ato kanë qenë shqiptarë në kulturë, në gjuhë, në tradit, atje festohet dita e verës. Festohet në Mirdit, festohet në Kukës. Por festohet ndryshe në këto vende, nga njëra tjetra, kanë ndryshimet. Ka ndryshime, ka dhe të përbashta. Për shembull në Dibër kanë një veçanti, mbledhin dëllim, mbledhin në shkurrë në për male dhe i grumullojnë kush bëjnë atë natë që e quajmë në natën e verës, datë 13 mars, ata grumullojnë shkarpa, dëllinja dhe i vënë zjarrin kush bëjnë atë tufën më të madhe në për Maja Kodrash, sepse kjo ka gjithmonë atë karakteristikën e fisit, edhe në Elbasan. Elbasan se i thoshin barku, veshin me barqe, familje, nukle familjare, që bashin atë
pelegrinazhin e ditës verës tek zakonisht e Rapi Mansit. Edhe vende tjera, po kështu e kanë festuar. Për ne, cili fis e bante zjarrin më të madh. Për ne pa e përmendte, kush e kishte zjarrin më të madh, festimin në Dibër. Ka dhe veçantitë veta, edhe në jug festohet me ato manushaqet, me ato lulet e ndryshme, po edhe me ato kurorat e vogla me gjetha, me bime, veroret. Veroret. Unë këtu duhet ndalën pak. Tek veroret. Tek verorja. Ka ndonjë gjë interesante? Po, ka gjë interesante. Ashtu si flasim për Shqipërinë, edhe në botë, dita e verës festohej ose ka gjurmë akoma tek popujt të ndryshëm. Nuk është vetëm në Elbasan. Pra, dita e verës nuk festohet vetëm në Elbasan. Jo vetëm Shqipëri dhe në Elbasan, si kryeqendra ditës verës. Po ka qenë festu në Bullgari. Kjo është interesante. Për herë të parë gjë në fakt. Kur festohej në Bullgari? Në Bullgari nuk e ka datën 14 mars, nuk festohet në 14 mars, po festohet në 1 mars. Po jo tek bullgarët e krishterë. Shko, bullgarët nuk janë popull slav. Ne në ngatëron gjuha duke mos njohur në thellësi përbërjen etnike të popujve, ne ngatërohemi quajmë popull slav. Bullgarët janë një popull që vin nga mongolët, vin nga Mongolia, ato bullgarët e parë. Pastaj në përqindje janë shumë thrak. Kanë marrë gjuhën slave. Gjuhën slave. Festa e ditës verës tek bullgarët vjen nga khani i tyre, Asparagu. Asparagu ka qenë khani bullgarëve që u burgos nga mongolët e Çingjiz Khanit në shekullin e 12, në shekullin e 11. Dhe ai mbajti motrën Europë, ajo legjenda që miti që kanë bullgarët, ky me disa fije, me disa litar, me ngjyra arriti ta shpëtojë dhe prandaj prej tyre kanë mbetur ato kurorat, ato fijet me ngjyrat, kuqet, bardhë që vende për gishta, vajzat ke mollzat e durve, dhe zona e Korçës që dikush ka qenë shumë e dikur nga bullgarët, ajo i ka shumë të përdorura këto kurorat, me fije. Një histori mjaft interesante. Por e veçantë, shiko, përkon festimi i ditës verës në Estoni me festimin e ditës verës në Dibër. Në Dibër? Po. Estonët, po kështu si ne, mbledhin ato dëllinja, mbledhin shkurre, dhe bën një kuror zjarri, një grumull, si basim ne zjarrin partizan për shembull. Edhe një natë para ditës së verës, edhe ata ndezin zjarre. Domethënë, përkon me festimin e ditës verës në Dibër. Po ka dhe një xhep tjetër në Evropë ku festohet dita verës, dhe është tek Baskët në Spanjë. Edhe në Spanjë, Domethënë popujt më të lashtë të Evropës. Estonët, shqiptarët dhe baskët, janë në europianët më të lashtë, popujt më të lashtë, ndoshta ne para indo-europianë. Ka disa shtrezime, mos i hymë historisë tu, mos bëjmë. Po këto 3 popujt të lashtë festojnë ditë e verës. Jo si në Elbasan. Ato e festojnë me ato karakteristika që thamë, kurse në Elbasan është një festë e ngritur në program nga familja elbasanëse. Gjatë i matë ma men kur mbushej u lishta me napat e bardha të grave elbasanëse. Zbarte u lishta në vitet 30. I matë është 85 vjeç. Kur unë kam pytë edhe dike më të moshuar se i matë, sot nuk është,
ndjes pas drejtori i parë i Skampës, zoti Naim Çarraga, kur e kishim atje, sepse unë gjija tek pata lexu prallat e famshme të Elbasanit që i pat mbledh Haxhi Hasani, Kemal Haxhi Hasani, aty kishte i shënim. Elbasanësit pas i festonin ditën e verës në Rrapën e Mansit, aty ku ka qenë Teqja e Madhe, ajo ka qenë kryeqendra, dhe do ta them pse është kryeqendra e ditës verës, vinin dhe bëshin një vizit tek orakulli. Ai nuk e thot me termin orakull, po pyesnin për fatin tek vendi i mirë në Krast, ku në Krast vogël, Matan rrugës. Më duket se funksionon akoma. Po funksionon akoma, tani funksionon po si veni mirë, nezin qerit njezin, po në atë kohë quaj Llagami i Krastës. Edhe tek ajo pralla pyetesh për fatin e fëmijëve. Çdo ditë vere, çdo fillim viti, dita verë e përforcon këtë idenë e fillimit viti. Çdo fillim viti e pyetet për fatin tek orakulli, tek Llagami i Krastës. I matë nuk e madhe men. Pyeta zotin Naim Çarraga, tha po. Kur ishim të vegjël, se ishte diçka 5 vjet, 6 vjet më i madh se i madh, ne ndalonim pas festimeve të ditës verës në Rrapën e Mansit, ne ndalonim në Llagamin e Krastës, se bashim të rritin e. Atëherë nuk funksiononte si orakull, po bashin rritin, bashin kamën. Ja po të shofësh si festë e natyrës, humbën në këtë rrjedh historie, po edhe në vitet e komunizmit, vitet e diktaturës, pushteti nuk e shifte si të rrezikshme të festë pagane. Ditën e verës. Nuk e shifte si të rrezikshme dhe as e pengoj, as e stimuloj. Kurse tani ka zëvendësuar një majë. Tani festa ditës verës dalin nxin bulevardi, sigurisht një majë. Fillon me ato karnavalet, fillon me fiskulturë, fillon me panajiet. Si u duken në fakt karnavalet? Pa nuk i bashin do të karnavalet atje në mund majtë Krastës, atje ku rrinë dhe e festojnë ato familjet elbasanse. Nuk i bajnë do të natyrë, që tjetë tamam festë e natyrës. Tjetë më prekshme. Unë kam sjellë 2 fotografi. Po, që të shikojmë këto momente. Kam sjellë 2 fotografi si festoj Dita e verës në vitet e komunizmit, po kur nuk ishte politizu skajsisht, në mënyrë të skajshme komunizme, pastaj pas viteve 67, 72, komunizmi u ba të merë dhe gjithmonë dita verës vitet duke u të kurrë. Por në ato vite, dërna vitet 67, dita verës ishte llogarit që vishin gjithë Elbasansit në atë 4 anë të Shqipnisë mësues të Elbasanit. Arrinte rruga trenit datë 13 mars, mushesh plot. Vishin gjithë Elbasansit e Tiranës. E të rrethave të ndryshme se Elbasansit mësues kanë qenë. Shërbeshin për ama vishin si ato zogjt e Kloçkës. Grumulloheshin gjithë atë natë, gjithë kishin si rit. Ashtu si mbledhen korsikanët, kanë një fest dyre në Australi, në Amerika, atë dite do vinë në Korsikë. Kështu ka qenë edhe në atë kohë Elbasansit. Po ishte gjithmonë e organizuar me na familja. Çfarë do bënte më tepër përshtypje në atë kohë? Ishte e organizuar me na familja. Sot më ban përshtypje pikërisht ky fakt. Ka zëvendësuar një majnë. Është ba fest ferrobetoni, fest bulevardi, fest e rrugës. Nuk ka pse vinim. Tallava. Një koncert folklorik. Pse mos zhvillohesh atje në Krast? Pse mos zhvillohet ke parku ke parku ke lulishtja që kemi. Ja dhe fotot, po shikojmë dhe fotot. Ndërkohë mund na japësh ndonjë koment. Kjo është një foto
Ku ndodhesh ti aty? Jo, unë nuk jam aty, kam vojt mu shishën me ujt. Këtu nuk ashtë ke rapi masit, atë vit u mlodhëm këtu ke shelgjet ke ure shkuminit, bu shkuminit janë që aty. Një tjetër foto ndërkohë? Po, një foto tjetër është, kjo është mjaftë shprese. Sepse është i familje Elbasanëse, unë jam aty, i fëmija aty. Duke u kthy në Rapi Masit, fotografia është me pamje në Rapi Masit, po nuk i ka nxjerrë ato kodrat, është ngushtume. Shihet në kjo shihen nanat Elbasanëse me ato napat e bardha duke u kthy në Rapi Masit, fotografia është në urën e Bakallit, është marrë në urën para urës Bakallit kjo fotografi. Sa ndryshe. Ja dhe fshatarët, në vend që të vinë qytet, ja po largohet fshatarja me dengje në krah, po ikën në pazarje, po largohet në qytet. Do man, fshatarët ikin në qyteti, kurse të një është e kundërta. Vinë, nuk bajnë keq që vinë, mirë bajnë që vinë. Tani janë gjithë qytetarë, me reformën e re. Gjithë qytetarë, nuk kanë mirë bajnë që festojnë, po i ka hum originaliteti, i ka hum simbolika. Simbolika ditës verës është natyra. Tani shkojmë disko. Tani shkojnë në për klube, në për tallavan, në për bulevard, filloni koncert, marroni koncert, karnavale, aktivitet fiskulturore, ku e di unë. Të erë kishim dhe kërcime indiane. Që nuk janë traditë e shqiptarit. Këto i ka pas organizu vetë familje. Vlon të kanga ke nullisht, vlon të kanga, ishte mushe gjitha e krahu, ishte mushesh me familje, vlon të kanga, i organizon të vetë familje. Aty i kam gjuh kangët e bukrat të Elbasanit, po ka dhe fotografi shumë atë vjetër se kjo. Ka fotografi të viteve 30 me orkestra, me ato orkestrat me vegla tradicionale flas, nuk flas për këto orkestra se to si doroj do. Çfarë duhet bëjmë për të rikthyer traditat? Talent të lirë. Lene ta organizoj vetë familja. Mos ndërhyn, në qoftë se ndërhyn, ke mundësi të animosh. Ke mundësi t'ja qosh atë koncertin atje ku vete i Elbasanës. Ke mundësit mos janë ngushtosh hapësirën se Rapin e Masit e kanë mulluar të ndërtimet paleja, atje s'ka ma atje, s'ka ku vetë, aty s'ke, duan ka humbë vendi original. Si ti heqës Mekën, të heqës gurin e Qabes, t'ja heqës muslimanëve, t'ja qosh vend tjetër, t'ja zëjës me gratacjela. Ja kjo është. Ata e blokun atë, Rapin e Masit. Ajo ka simbolik në vetë. Aty ka qenë, aty këse ka toponimet e Elbasanit që nuk të lejnë të gabosh. Aty ka qenë vendi i quajtur Ledhja e Madhe. Ledhja e Madhe do më thanë një gërmadhe madhe e mbetur prej vitesh. Aty ka qenë stacioni i famshëm Mansja, ishë nunë në tabelet e rrugës e Gnatja. Aty ka qenë, pikërisht aty. Pas ndërtimit të Teqës, ajo gërmadh, ato vendet të ndërtuar në lartësi, nuk gjinden ma, nuk vetë dorën zjarë, janë vu, janë marrë ato ndërtime nga këto babalarët, kanë qenë ja 2 babalarë të varfër në atë kohë që ndërtun fillimisht Teqen, janë marrë në ato, o janë marrë në periudhë më të hershme, por ama në të folurën, në kujtesën e Elbasanëse, ajo gjindet si toponimi Ledhja e Madhe. E prandaj Elbasanësit iknin si vete i, për shembull, ai elefanti që vete gjithmonë drejt burimit, edhe kur anë tha burimi.
Edhe kur nuk ekziston të ndërtesa e Mansjes atje, edhe kur nuk ekzistoshin ato rrethina që kanë qenë me atë burim të famshëm të Projt të Manasderes, dhe ajo e merr kuptimin nga fjala Mansja. Edhe atëherë ato gjithmonë pelegrinazhi ka qenë drejtu, për ne them ka qenë kryeqendra e ditës verës ka qenë Rapi i Mansit. Në qoftë se ajo u bllokua dhe nuk rregullohet më, paktën shpëto krahast e vogël. Shpëto këtë pjesën ku ka veni mirë. Mos lejo aty të ndërhin ndërtimet pa leje deri në fund. Lëra atë gjelbërim ato pisha që ndërtuan nxënësit që i kanë mjell nxënësit e shkollës pedagogjike që në 150 ato pisha. Lëna atë vend bukur. I duhet qyteti. Po lëna banë atë kryeqytetin, atë kryevendin e ditës verës. Diçka tjetër për të shtuar në lidhje me diçka tjetër kam edhe diçka tjetër. Unë kam gjetë tek Evliat Çelebiu. Po. Se lexoj nën rreshta për të kuptuar diçka që ai sa e vizitoi qytetin për 11 ditë, 12 ditë. Edhe nuk ka lani një gjatë madhe se duhet të jetosh me vite që të kuptosh jetën e një qyteti, po ka lanë sa gjana domethënë si një penelat, si një skicim të menjëhershëm të Elbasanit. Edhe ka lanë disa gjurmë, disa vende, disa të dhana. Dhe thot që në vitin 1670, kur ka kaluar në Elbasan, 18 mahall në lagje të qyteti ka qenë banuar në musliman. Por 10 mahall kanë qenë banuar nga shqiptar, thotë ai. Do të kuptosh konceptin musliman të Turqisë të vitit 1670, ai quhen shqiptar, grek dhe latin. Për grek, unë them, janë e përdor për shqiptarët kristianë, të ritit ortodoks. Kurse për latin e ka fjalën për, domethënë kanë qenë disa lagje me banor katolik në Elbasan. Dhe unë, sepse dita verës i rrit, edhe qindra vjetë për para, shërujt nga popullsia muslimane e Elbasanit. Pra muslimanët ata që e kanë ruajtur ditën e verës. Muslimanët. Edhe ky një tjetër detaj shumë i rëndësishëm. Disa mendojnë se popullsia kristiane e ka lashë, edhe rrethinave ka dhe popullsia kristiane, është më lashme që se janë kristianë, janë më të lashtë. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Çfarë e vërtet? Pse? Vala e para turke, vala e para osmane që invadoi, pushtoi Elbasan. Elbasani ishte i gërmadh. I gërmadh, nuk ishte i qytet. Ishte i gërmadh qytet. Marin Barleti e përmend me fjalën Urbs Valmorum. Që do thot qyteti i valmëve. Hasan Ceka ka gjetë valmin tek Ulmi. Është në rast ullishtës. Në pjesën veriore të qytetit. Këto banor u muslimanizuan. Vala parë nuk fali. U detyruan të o do jetoj o do muslimanizohesh. Dy mundësi ishin. Dy mundësi nuk ishte. Banor mrena nuk në manat gërmadh, po në rrethinat ka pas. Por kemi gjurmë të ruajtjes së besimit katolik tek Elbasanësit. Këto rrethina, sepse unë lexoj mbiemrat. Lexoj mbiemrat e Elbasanit. Lexoj toponimin. Shika, rrethinat e Elbasanit janë Gjonme, Gjergjan, Shirgjan, Shënsergjë. Kemi kishë të Shtjefnit, mund majtë gjinajt. Kemi dhe katedralen katolike
në mamël të funarit. Qendrën e katolicizmit në mesjet. E kemi në Elbasan, në mamël të Elbasan, ky fisi Leka, që ka këtë mbiemër Leka, sot jam musliman. Kanë qenë punojës, kanë qenë dhja, kanë qenë të kishë, se unë kam bisedu me pjestartë fisit tyre. E pikërisht të banorë, që janë banorët më të lashtë të vendit, të e kanë rujtë, pavarësisht se u muslimanizun më vonë. Shiko, ne kemi ca mbiemra në Elbasan që ti lexosh, kemi mbiemrin Kazadej. Kazadej. Në mos qoftë i periudhës pagane, po ta përkthesh italisht del shtëpia e perëndive, po ka Kazadej edhe në Itali. Edhe në Itali? Po, orkestra e famshme Kazadej, në Toskanë. Këto janë periudhë shumë të lashtë, janë si vendas, janë shumë të lashtë në Elbasan. Kemi mbiemrin Qiftja. Qiftja. S'ka të bëj me qiftën si armë, nuk ka të bëj me qiftën pushk. Po. Ashtë civitatëm, civita, qytes, komuna e qiftit. Shumë e bukur ke. Komuna e qiftit në Kalabri, as e banume në shqiptare gjithë. Ato e thonë qiftja. Qiftja. I thonë fshatit. Italianët e kanë përkthy civita, qytes, nuk e kanë përkthy pushk. As qifte. Kjo është e periudhës një pikërisht. Se në atë kohë, Elbasani, pasi u shkatarru nga slavët, pasi u kthy në një gërmadh, mori emrin qytes, emri po më pëlqen kjo historia mbi emrave. Skampinus, ju shpërngu lumit, dhe qyteti mori emrin qytes, shqiptarët i thoshin qytes. Latinët të, që vinin, kalonin, i thoshin civitatëm. Pra ne vjen mbiemri qiftja. Ndë një mbiemër tjetër? Është një mbiemër para turk. Para turk. Dhe një mbiemër tjetër, mbiemri Domni. Domni, po, dhe kam dëgjuar të këtë. Domni, janë nga qytetarët më të lashtë të Elbasanit, e kanë qerdhen, nuk flasë qerdhe fëmijës, po qerdhen, nga hinën prej kanë dalë, tuk e rapi bobollës. Ne kemi kërshia ty, edhe unë ma men kur do bash talla me pestil, nuk prekshin gja gratë, se do vishin gratë e Domnit, bajnë tallën me pestil, bajnë ballakumet. Ishin gratë e Domnit, ishin me famë. Domi, mbiemri Domi. Nëse nuk i përgjigjet fjalës prift katolik plas. I përgjigjet fjalës Dominis, latinisht, që do më hanë shtëpi e madhe. Këto janë ca, në qofë se lexon mbiemrat e muslimanëve të sot, muslimanë, ne si jemi as muslimanë, ne jemi shqiptarë, paktën për mu. Si pas jush? Si pas me, Elbasansit nuk janë. Pa me qenë se ne majmë emra musliman, na qënë musliman, pa ne jemi shqiptarë. Këte përdor jo për të përcaktu besimi fetar, për ne pa e them. Po për të thanë, për të nxjerrë shpjegimin, pse popullsia muslimane e Elbasanit ka rujt traditën e ditës verës. Se kjo popullsia shumë e lashtë në Elbasan. Këte doja të thoja që nuk e kam thanë herë të tjera. Pak të nuk shu e shpjegoj, sepse... Shpresoj që dhe të mos ju avjedhin fjalët që thonë. Unë pas, bam një bised vitën e kaluar, për ditën e verës. Unë e shia pak me skepticizëm atë preardhjen nga Perëndia romake Diana Kandavjense, me gjithë studius të famshëm e kanë romanolog të shquar të shekullit 19, studius të famshëm si Hasan Ceka, studius i Uni Ceka. Po unë e kam parë
si ditë vere, sepse është fjala, po t'ishte do thosh dita e Dianës, ose dita e Perëndis, nuk e di që emri mund gjirë. Po e thonë dita e verës, dita e fillimit vitit, duke nis me këtë bisedë, që ban vjetë, unë shoh ke Wikipedia një shënim, e gjithë biseda që ban vjetë, kishte hyrë aty. Unë e di që them. Edhe të veçantët se unë... Edhe me autor tjetër, jo juve. Unë kam se në marë. Unë marë në tradita, marë në librat, unë nuk marë në kompjuter. Kishim vune aty ruhet. Ajo do të liku aty dhe ruhes në 3-4 shëqatat të mbrojtjes së drejtave të autorit. Unë që jam autori, me jam hajduti. Të tilla gjëra ndodhin vetëm në Shqipëri. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Për bisedën e ngrohtë, për detajet që sollët, që shumë njerëz nuk i kanë ditur, duke filluar nga unë. Falenderoj edhe teleshikuesit. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Një urim për gjitha që janë duke na ndjekur. Zotola. Një urim për ditën e verës. Po, gëzuar ditën e verës. Vetëm kaq, mjafton. Gjithë shqiptarë. Mirë, atëherë kemi mbërritur në fund. Ju falenderojmë që keni qëndruar edhe një herë pra në këtë transmetim maraton gjatë gjithë kohës. Ktu e mbyllim, do të shihemi në transmetime të tjera. Bashkë, mirupafshim. Real Scampis organizon më datë 13 dhe 14 mars koncert me muzik live. Natën e verës, në orën 20:00, të ftuar special një Mesa Labegu, Manola Çezma.